Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, ja ku po takoheni me mua Tiron Alilin në kanalin Monitor TV. Faleminderit shumë të gjithë shqiptarëve, ju ahas zemrën që mi dërgoni këto gjërat e vogla. Unë e kam thënë që gjërat e vogla e zbulojnë gjën e madhe. Gjesti, natën e mbrëmshme udhtoi për në Gjermani. Jo për të realizuar koncertin, se koncerti u anulua, por për të udhëtuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por kjo egli e dashura, kjo egli e mrekullueshmja, kjo shpirti i bardh, kjo vajza fantastike, ka nxjerrë një foto. Të lutem ma mundso fotografinë e eglit? E pra, faleminderit shumë. Tani, egli është në një hotel që nuk është në Kosovë, në Shqipëri, kjo as nuk vet në diskutim. Të paktën këto lloj hotele me këto lloj dollapësh ne nuk I kemi. Tani, e shikoni atë pjesën e lartë aty ku është tek klima, tek ajrosja, si ta quajmë këtë domethënë. Tek kondicioneri, si I thonë në gjuhën shqipe. Me thënë, e shikoni këtë me pull të kuqe që e kam bërë unë. Kjo tregon që egli nuk është në Kosovë apo në Shqipëri apo në Maqedoni. Hotelet tona nuk I kanë këto lloj kushtesh, nuk janë në këtë formë. Kjo tregon që egli është jashtë shtetit. Po atëherë nëse egli është jashtë shtetit, vallë, me këtë që ka egli jashtë shtetit dhe çdo egli jashtë shtetit, domethënë janë ato zërat që unë I kam që them janë lajme të pakonfirmuara, që egli dyshohet se do të jetë në rrugtim me Gjestin. Domethënë, egli me Kastile e ka nxjerrë këtë fotografi dhe me Kastile po nga ky pozicion që njerëzit ta kapin këtë detaj edhe të fillojnë me hamencimet se çfarë po ndodh me çiftin. Dhe ky në fakt është rrugtimi I eglit dhe Gjestit që pas përfundimit nga Big Brotheri, që ato të dy gjatë gjithë kohës kanë lëvizur me gjëra të këtilla, jo kanë nxjerrë në junas, sepse tash për shembull Gjesti ka vënë byzilikun e eglit përsëri në dorë. Egli ve unazën dhe egli shkon bashkë me Gjestin. Dyshimet janë shumë të mëdha se çifti është bashkë, vazhdojnë rrugtimin e tyre bashkë, domethënë egli do të jetë shoqëruese thuhet e Gjestit dhe pritet që në një koncert të jenë së bashku, por gjithsesi fotografia tregon që egli nuk është në Kosovë, mund të jetë në Austri, se zakonisht nisja për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndodhen prej në Austri. Nuk ma merr mendja që është në Gjermani, por ky është një detaj që u ka rënë shumicës në sy dhe unë dëshiroja që ta komentoj, domethënë kemi të bëjmë këtë herë me një lëvizje shumë të rëndësishme. Tani, ose egli ka ikur që të takohet me Gjestin në Austri dhe të ndajnë disa momente bashkë për të ikur të gjithë kamerave të mundshme nga Kosova, Shqipëria, paparacit, sepse atje kanë më të lehtë në një hotel austriak që nuk ka të bëj fare me shqiptarët e tjerë, për të kaluar disa momente të bukura bashkë, ose do të udhton me të, por që nuk është në Shqipëri dhe në Kosovë, kjo është tepër e vërtetuar. Dua të marr mendimin tuaj për këtë lëvizje që ka bërë egli.